është marrë prej Albin Kurtit për 3 herë me radhë me që vendin zgjedhje. Le ta din të gjithë, nëse vendi shkon në zgjedhje, kjo po shkon për shkak të Albin Kurtit. Çka po ndodh me çështjen e presidentit? Të pasat ekspozeni e kryeministrit, a përshër mundësi edhe shpresë për një konsensus ose kompromis politik për zgjedhjen e presidentit, apo veni përshër drejt zgjedhjeve? Deri sot, unë nuk e kam pa ndonjë angazhim të zotit Kurti për gjetjen e një konsensusit, apo një kandidati konsensual për zgjedhjen e këtij çështjes së presidentit. Gjithë u prononcuan se do i përkrojnë marrëveshje ndërkombëtare ku kërkohet 2/3 e votave, bile u prononcuan edhe Partia Demokratike. Dhe të mos përkrohet një aty për aty. U përkrahen edhe... Po flasim për rezultat politik, po flasim për mbrojtjen e vlerat lutës, sa ju befasoi refuzimi për vendosje. Po çu befasuam shumë që gjetën një modalitet për mos me vu në renditës si pika e parë. Po shka ka lidhje ako në para fundit, të apo dhe me e përkrojë rezolutën, qëtë me thonë, po qëtë të parën, e para pika rendit ditës, le tjetë votimi kësa rezolute, me qenë se pat d'akordim edhe të LDK-s, AHK-s, e partive tjerë, qëtë le të votohet një rezolutë. Qëtë? Edhe kjo forma me gjithë një shkas, jo në fond, jo kështu, e pova që s'ka pas seriositet. Përmene se du të drejtosh Andin Hotit edhe me pyetje parlamentare, a do të asës një ligj për mbrojtjen e vlerat e lutës? A beson që mundet me sjellë zoti Hoti? Ty ditë që është ministri kësaj sigurisë, që një peçuni që është e marruar me gjithçka çfarë shqiptare me zhveshë edhe me shpallë. E imja si deputete është me kërku. E imja si deputete është me kërku. Unë s'po kërkoj me konë në një ligj voluminoz. Mjafton me qenë një ligj, le të jenë 4 amandamente. Le të jetë me 4 amandamente, një ligj me 4 amandamente, 5 amandamente, 6 amandamente, nuk ka lidhje me qenë ligj voluminoz, po të jetë me pak amandamente, po që të votohet në kuvendin e Kosovës, të jetë e sakt, e qartë, që vlerat e luftës duhet me mbrojt me ligj. Time, gati kemi ardhur deri te minutat e fundit. Kanë medis filloi, shkoi java e parë, sot ditë shkun. Çka po ndodh me çështjen e presidentit? Të pasat ekspozeni e kryeministrit, a përshër mundësi edhe shpresë për një konsensus ose kompromis politik për zgjedhjen e presidentit, apo veni përshër drejt zgjedhjeve? Si kemi pasur 3 parë zgjedhje, zoti Kurti e ka kauz kryesore luftën kundër mediave. Serbia. Deri sot, unë nuk e kam pa ndonjë angazhim të zotit Kurti për gjetjen e një konsensusit, apo një kandidati konsensual për zgjedhjen e këtij çështjes së presidentit. I takon lëvizjes vetëvendosje me i taku deputetet partit parlamentare me diskutu për ndonjë emër të mundshme me zgjedhje. Është marrë prej Albin Kurtit për 3 herë me radhë me që vendin zgjedhje. Le ta din të gjithë, nëse vendi shkon në zgjedhje, kjo po shkon për shkak të Albin Kurtit dhe jo për asnjë parti tjetër opozitore. S'u ka thirrë asnjëherë në kalume asaj here, s'u ka thirrë. Edhe me na thirrë nuk shkojmë. Nuk shkojmë, sepse nuk e ka qasjen konstruktive. E kemi po edhe me takimet që i ka marrë edhe me PDK-n, edhe me LDK-n paraprakisht, ai se ka pas, para më ndoni, kishë ardha fati me u zgjedh kushtetues për mu zgjedh presidenti, na nuk e kemi ditë emrin, kush ka me qenë kandidat për president. Se kemi ditë emrin, s'ka bo kjo përpjekje që me e pas në një emri konsensual, që ndoshta edhe partit tjera opozitore me qenë të detyruar me votu për shkak të respektit që e kanë për kandidatën, jo për lëvizjen vetëvendosur. A ka gjasë me zgjedh presidentin, nëse shohim sot çështje? Me këtë frym nuk po shoh se ka gjasa, nuk po shoh, po shkash më e keqja nuk ka angazhim. Sepse Albin Kurti me Albin Kurti me 51% votave që i ka marrë, nuk i pas ka marrë me qeveris vendin, i pas ka marrë me sundu, kjo po dëmë me sundu. Po do me kap çdo institucion, çdo bord, çdo agjencion, po do me konë vetëvendosje. Dhe atëherë gjithçka të ndodh sipas frymës dhe mentalitetit të lëvizjes vetëvendosje. Ti më thash që nuk edhe më thirr nuk shkoni. Nuk shkoni, edhe më thirr nuk shkoni. Po. Nuk shkoni në takim. Nuk shkoni. Po du më nalë te tashetëmet e fundit. Pa tashetëmet të ndryshme se Dion ka gjasa mi hinë koalicion me vetëvendosjen për juve, tash po foli me fjalë konspirative, që flitet, ju dhe LDK-ja
Kozovës me shku bashkë në koalicion me zotin Kurti? Tash? Po. Jo, absolut. Ne bile për momentin jemi të angazhuar, jemi në proces zgjedhor të mbrëmshëm, në organizimin e zgjedhjeve të mbrëmshme brenda partisë. Këtu e kemi fokusin, po që njëkohësisht nëse Albin Kurti e dërgon vendin zgjedhje, jo që ishtë dosh me dërgu vendin zgjedhje, se është turp me milionat që po shpenzon për organizimin e zgjedhjeve, tjenë zgjedhje parlamentare brenda 15 muajve, 3 herë zgjedhje parlamentare, duke i përfshirë edhe zgjedhjet lokale, edhe balotazhin. A mujna me ponë qeverisje me Albinin e ere?